Ervin, pra gjykata vendosi që kjo shkresë të merret tashmë si provë në këtë dosje hetimore, por me çfarë argumentesh është rrëzuar kërkesa e Fatmir Mediut? Në fakt, gjykata e posaçme nuk ka gjetur arsye për sa i përket edhe kërkesës që ka bërë Fatmir Mediu dhe avokatët e tyre për të bërë edhe ekspertizën apo ndryshe për të shprehur si të pavlefshme këtë provë, duke thënë se kjo provë e administruar nga SPAK duhet të përdoret. Pra tashmë në këtë momente kur gjykata e posaçme ka rrëzuar edhe kërkesën e Fatmir Mediut për sa i përket tragjedisë së Gërdecit, ky fakt si mbërritur nga Ministria e Drejtësisë me mbishkrimin për shkëlzenin është administruar nga SPAK do të shërbej si një provë në procesin gjyqësor të Fatmir Mediut, i cili akuzohet për sa i përket shpërdorimit të detyrës, ku të paktën sipas SPAK kur ka qenë pra edhe ministër i mbrojtjes, ka qenë dhe pikërisht pra është shkelur procedura e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec dhe gjyqi vijon që nga prilli i vitit 2023, ndërsa tashmë kjo provë do të merret parasysh nga ana e gjykatës që është administruar edhe nga prokuroria e posaçme. Në këtë fakt bëhet fjalë pra për një fakt që ka mbërritur nga Ministria e Drejtësisë, në ato kohë drejtuar nga Aldo Bumçi, për tek Ministria e Mbrojtjes që drejtohej nga Fatmir Mediu, dhe në këtë fakt sipërsa ishte shënuar, pra paktën si sqaron edhe SPAK me shkrim dore për shkëlzenin që besohet të jetë pra Shkëlzen Berisha, djali i kryeministrit Sali Berisha, dhe të paktën akuzat pra nga Aldo Bumçi që ky fakt ka ardhur prej zyrës së tij janë hedhur poshtë, duke thënë se nuk ka bërë asnjë faks drejtuar pra edhe Ministrisë së Mbrojtjes drejtuar nga Fatmir Mediu, duke hedhur akuzat tek sekretarja e tij, megjithëse SPAK thotë të kundërtën, pasi si duket ka administruar tashmë si provë dhe do të shërbejë në procesin ndaj Fatmir Mediut, ku në gjyqin e Gërdecit, pra si e theksuam, vijon prej vitit 2023, ndërsa çështja është rihapur pas iniciativës së familjes Durda që bën përgjegjës Fatmir Mediun dhe personat pra për sa i përket edhe shpërthimit që ndodhi në Gërdec me disa viktima dhe qindra të tjerë të plagosur. A e kuptoj?